Në secilin cep të Qerdhës, numër 8 në institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi, mund të gjesh fëmijë të grup moshës deri në 5 vjeç, të cilët e kalojnë një pjesë të ditës në këto ambiente. Hana Efendia, ushtruese e detyrës në institucionin parashkollor Ganimetet Tërbeshi, thotë se edukatorët në fshatin Novosel e Ult vazhdimisht janë në krye të detyrës duke ofruar kujdes, përkushtim dhe angazhim për secilin fëmijë. Gjindemi në fshatin Novosel të Ulët, në kopshtin i cili funksionon në kuadër të Ganimetet Tërbeshit. Kushtet janë si në të gjitha lokacionet e tjera, është lokacioni numër 8, siç e patë edhe edukatorët janë të përgatitura me aktivitete të ndryshme për fëmijët. Funksionon edhe një klasë përgatitore që është në kuadër të shkollës Angel Gjoni këtu në fshatin Novosel. Shërbimet janë si në të gjitha lokacionet e tjera, në kuadër të kopshtit tonë. Kopshti funksionon me hapjen e tij në orën 6:30, përfundon në 16:30, është ushqimi i cili përgatitet për fëmijët, aktivitete të ndryshme, mirëqenia e fëmijëve. Vjolca Betullahu është edukatorja në kuadër të shkollës fillore Angel Gjoni, por është falendëruese për kontributin që e bëjnë në këtë qerdhe. Në kuadër të shkollës e Angel Gjoni në Novosel, po kontribuojmë këtu në objektin e Qerdhës, sepse kemi bashkëpunim të mirë, ka kushtet të mira për fëmijët dhe andaj i kemi sjellë fëmijët këtu. E shfrytëzojmë klasën. Prindërit dhe nxënësit shprehen të lumtur për përkushtimin dhe shërbimin në këtë institucion, duke siguruar një ambient të sigurt dhe të pastër.